Zonja Sofia, mirë se erdhët në këtë cikël rrëfimesh. Fillimisht, mund të bëni një prezantim të vetes tuaj? Po, jam Sofia Parangoni, lindur në Divjak, e martuar në Lushnjë. Me origjinë nuk jemi mizeqar, po në Mizeqe jemi lindur e rritur, se jemi voskopojar kështu nga gjyshi. Gjyshi im ka qenë olist dhe ka zbritur herët në Kavaj. Si e kujtoni ditën tuaj të parë në Partinë Socialiste? Në Partinë Socialiste, ditën e parë e kujtojmë se sapo u hap pluralizmi, largohet monizmi, por nuk ishte larguar në mentalitet. Duhej një parti që megjithmend ne ta përcillnim si ide, me që ishte parti e majt, kishim dëgjuar dhe për pluralizmi që ishte në Itali, sidomos të Partisë Demokratike të majt, dhe kështu donim ta cilësonim një në fillim, me që u bëj spektri të djathtë Partia Demokratike, thamë ta bënim dhe kështu dhe diskutonim me njëri tjetrin, por u vendos që të quhej Partia Socialiste dhe bashkë me shoqet e quajmë një obligim dhe me një emocion që filluam të bënim kërkesat, dokumentat, siç ishin rregullat e pranimit në parti dhe u pranuam. U pranuam dhe nisëm me këtë logjik, si më kujtohet atëherë me shoqet tona që na grumbulloheshin shumë, e menduam mirë në pranverë, e mbollëm në verë në 12 qershor, e korrëm në vjesht dhe e fituam në dimër. Do me thënë, këtë emocion që kishim gjithë vjetor për ta krijuar dhe për ta gjallëruar Partinë Socialiste më tej, duke grumbulluar si fillim shtresat e pa privilegjuara, me një ide dhe me një preokupim të veçantë. Këto mbaj mend që u rrjeshtuam goxha dhe na vinin shokët, na vinin kush e kush të futej pari. Në Lushnjë flas. Kishim pastaj që vinim dhe në Tiranë, se kuptohet në mbështetje edhe të Tiranës, nuk mezi gjenim mjetes, na jepnin as autobuza, atëherë në 91-shin edhe 2-shin, lidheshim me Fierin, na ndihmonte Petro Koçi mbaj mend atëherë që na ndalonte autobuzin dhe nëpër shije, nëpër kështu mezi futeshim në autobuz, sidomos me gratë edhe vajzat, edhe vinim edhe bënim detyrat tona që merrnim dhe kishim me shumë dëshirë të madhe, me emocion shumë të fortë vinim në Tiranë. Kaq vazhduam pastaj, vazhdonim përpjekjet tona, të zgjeronim në Lushnjë, zgjidhem në gjitha strukturat e Partisë Socialiste të Lushnjës, zgjodhëm kryetar, mbaj mend ata shokët tanë, fillim Tahir Zela, kushëriri Vaçezelës, ai u bë, pastaj ishte Ilir Bello, edhe unë isha nën kryetare, u zgjodha nën kryetare, bënim ato detyrat tona dhe nëpër njësitë, nëpër ekonomitë, nëpër komunat, se komuna që në fillim atëherë. Punonim me shumë obligim. Unë isha punëtore partie, jo funksionare. Në gjithë këto vite pjesëmarrje në Partinë Socialiste, cilin do të vlerësonit si një moment shumë të bukur? Momentin më të bukur unë e vlerësoj kur erdha në Tiranë, pasi do ta them më vonë atë pse erdha në Tiranë, po kur erdha në Tiranë, mbasi kalova një obligim të vështirë për mua si Sofia Parangoni, pasi në momentin më që e kujtoj më të rënd për mua dhe për kuptohet edhe për masat punonjëse që dëgjonin atje, ishte dita kur u burgos Fatosnana. Jo vetëm kaq, por disa grupe të strukturura vinin dhe shkonin nëpër njerëzit që ishin të partisë, që kishin obligimin për Partinë Socialiste dhe bënin, çfarë them, si që ti denigronin. Thjesht ti denigronin, edhe kështu më ndodhi dhe mua një problem. Lëshohem nga turni i tretë, i dalë përpara 2 djemve të miqve të mi, donin ata problemet e tyre, qa kishin, qa s'kishin, donin të krijonin pasigurime, një fjalë, atë natë. Megjithatë, unë ashtu kur shikoj pastaj drejtori asaj kohe i shëndetësisë, se atje vajta, se unë e mesme jam ndihmës mjeke të lartë, më kam mbaruar për ekonomi politike, më tha që do iksh nga puna se ke dezertuar nga puna. Në fakt se largova 1 orë e gjysmë, jo me dëshirën time flas.
Edhe do më linte pa punë, në një mbledhje me mjekët më thirri atje dhe tha, ti do ikësh, tha, se je edhe moniste në qik, tha. Dhe i thash, ju ku keni punuar? I thash, ju drejtova drejtorit, ku keni punuar? Mbasi ai ishte mjek infeksionist, dhe kishin çuar diku në Gradish për gabimet e tija profesionale. Unë s'kisha bërë gabime profesionale. Edhe i thash që ju ku keni qenë? Tani që jeni bërë ju drejtor. Unë jam bie një partizani, e një blektorit shpronsuar, do mbesoj demokracia, do jemi këtu, kurse ju jeni bijtë e drejtorave. Edhe kërkoni ta privatizoni demokracinë. Kjo nuk është demokracia ashtu si e pretendoni ju. Jo, tha, unë jam këtu sot, tha, unë do zbatoj detyrat, tha. Ti do iksh nga puna me spitali. Dakor, që ti thoje, s'kisha që ti thoje. Në ato momente dhe burin ma oqën, se ishte veteriner në divizion, ma oqën, arrini deri ke djali, që ishte në 9 vjeçare, me klasën sportive që ishte futur për futboll, që ishte futur që në klasë 3, edhe atë e bënin, do me thënë, kjo ishte demokracia që ne po prisnim, me shumë dëshirë po e prisnim demokracinë. Kur pastaj shkoj në Mëthrasin dhe shkoj në Tërbuf, atje kishin ardhur këta që të përmbyturit e liqenit të Kuksit. Shkoj atje, gjeta mirë kuptimin me ata, u shërbeja, prisja dhe lindje në shtëpi atyre, se sa rrinin do të vinin deri në Lushnjë. Dhe atje përjetova dhe çastin më të mirë pastaj. Ngrita 3-4 organizatat Partisë Socialiste në Tërbuf, me Grabjani, siç ishin ato. Edhe ndërkohë pastaj po më thrisin që hajde bëj kërkesën të vish në Lushnjë. Në kohën kur vjen në Amik Dokle me Gramos Ruçin që do përgatis në konferencat, si që bëheshin atere, tha, po ti qa po bëjmë këtu? I thash, unë kanë qua në Tërbuf kështu. Hajde në Tiranë, se vajnë lakra bie, hajde të punojmë dhe atje bashkarisht. Vinë Tiranë, sjell djalin e çoj me paratrinjtë e Partizanit në futboll, edhe vetë punovan privat, me Vali Leskajn, me këto, në mjekësi. Si përfundim në mjekësi ndënja, por çastet më të bukura që mbaj mend kur na pranoi Edi Rama që të vinte të azhonoj me Partinë Socialiste. Atëre unë njeh atë emën e tij, do të them me Anetën, njeheshim me familjen e tij se aty e kisha dhe unë shtëpinë. Njeheshim dhe nga Lushnja se në Berat kanë ndënjur ata me prindrit dhe me gjyshrit, me fisin e tij, nga gjyshi im, se janë dem babaden shqiptar, janë frashëriot, janë grabovar, me kuptimin të asaj. Po i them sinqerisht si që i di unë nga gjyshi im, që gjyshi im më vdi 105 vjeç, edhe janë fis me rënjë shqiptar të Edi Ramës. Edhe unë nuk naqa kur atëhere Musa Ulqini në 2005-ën, po pretendonte, në 2006-ën, pretendonte që e morëm në parti dhe që ta bënim kryetar partije. Dhe çastet më të mira kemi kaluar kur ai pranoi, me gjithë ne pretendimet që kishim për Edi Ramën, se mbase s'do ishte tamam socialist, se vinte nga vinte, por që me plot kuptimin e fjalës një demokrat shumë i mirë, i socialistëve. Se socialistët më të mirë janë demokratët më të mirë. Nuk kemi të ndarë me kuptimin e mirë, dhe sidomos kur vuri kandidaturën për kryetar bashkie, na e bëri jetën në Partinë Socialiste shumë më të qetë, shumë më të hapur dhe si organizat partije, shumë më të hapur kundër atyre stereotipëve që ishim mësuar në qofse, ta bënim të mbyllur e kështu, po i quajtëm dhe parti elektorale në fundit. Të punonim lisho, atëre mbaj mend që na vërshonin këtu në Tiranë të rinj, të reja, e doni shumë Edi Ramën dhe ata që ishin me PD-n vinin mbas nesh. Edhe kjo mua më kënaqte dhe më linte një emocion shumë të fortë që dhe fitonim mbas fitonim. Do me thënë, fituam gati 3 herë radhë në Bashkinë e Tiranës, u bën gjithë ato ndryshime të mëdha, të jashtëzakonshme. Dhe ecëm përpara. Mbani mend në një fushat që ka qenë e vështirë për ju? Fushata mbaj mend tani sidomos e 2011-s, që u bën goxha hile, se për 10 vota, për 11 vota, ajo fushat që është drejt për mendimin tonë. Megjithatë, tash do fitoni dhe ata, e fituan.
Edhe mbaj mend këtë që kur erdhi që u zgjoth në bashki pas Arsi, pas Edi Ramës që erdhi Basha, Edi Rama përballë punës i quan të barabartë. Të paktën këtë di unë. Kisha gratë lagjes time që ishin punojse të thjeshta sanitare në bashki dhe nuk i kishte lëvizur, megjithëse ishin të spektrit të djathtë. Sa erdhi ky të parët hoqi ijet e Tiranës me, i hoqi ato sanitaret. Edhe po më thoshin mua që tha na zuri haku Edi Ramës që na mbajti në punë dhe ne nuk e votonim. Do me thënë kjo ishte një gjë shumë konkrete që do të tregonim dhe grave të tjera shiko ç'a bëhet. Ne duam të fitojmë demokracinë. Me Edi Ramën e fitojmë demokracinë, ecim përpara. Si ka ndryshuar Partia Socialiste që nga momenti kur ju jeni marrë në fillim dhe deri më sot? Tani Partia Socialiste është një motor që gjeneron gjithnjë ide të reja. Ide shumë pluraliste. Nuk është se, do me thënë, më vete jemi ne të Partisë Socialiste, por ne e quajmë veten midis të barabartë midis të barabartëve. Dhe këtë na e lehtëson shumë dhe vizioni i Edi Ramës. Na e lehtëson shumë. Shumë sepse përballë punës, po thash edhe një herë, përballë punës, përballë ideve, përballë gjithçka, vë njeriu. Dhe unë shikoj që kjo rini që po vjen edhe që ka ardhur gjithnjë e ka gjallëruar më tej Partinë Socialiste. E ka bërë parti të shumicës. Sa do të bërtasin, tolerasin të tjerët, mua më vjen keq që përdoret një zhargon që ne nuk i durojmë dot. Nuk i durojmë ne, më të vjetrit. Nuk i durojmë sepse nuk kemi folur ashtu. Nuk mundet të flasim ashtu. Duhet të flasim një realitet sepse Edi Rama mbi të gjitha është dhe vizionar i madh, që ne na bën krenar dhe në botë. Unë shikoj shumë nga tonët që kanë ikur emigrantë atëherë dhe thonë që shqyr që na erdhi Edi Rama këtu, erdhi atje, sidomos me këto tonët që kemi në Itali, më marrin telefon, erdhi këtu, erdhi atje dhe takimi që u bë, erdhi edhe nga Franca, erdhi në Itali që ishin kufi. Edhe më merrin telefon që kështu. Do me thënë, është një vizionar që e çoi zërin e Shqipërisë në botë, në Europë dhe në Amerikë, në NATO, kudo. Do me thënë, të paktën vendi i vogël është, po zërin edhe punën po e bën të madhe. Nëse do të ktheheshit pas në kohë, a mendoni se do të ishit po prap pjesë e Partisë Socialiste? Do isha dhe biles do kisha hequr një çik skepticizmin. Do ta kisha hequr atë, tisha çik më e lishme akoma, se prap rrinim pak atëherë në fillim, rrinim pak kështu. Unë u them të rinjve sot, mos jenë skeptik, të ecin përpara, ta gjallërojnë forcën e Partisë Socialiste, se është me gjithmend, është një forcë që i jep jetë vendit, i jep gjallërinë vendit, i jep perspektivën vendit. Sa i rëndësishëm ka qenë roli i grave dhe vajzave që kanë dhënë kontributin e tyre në Partinë Socialiste në gjithë këto vite? Tashti, të themi pak për nënën. Nëna është e madhërishme. Nëna është e madhërishme se lind shoqërinë. Prandaj, roli i tyre ka qenë dhe do mbetet gjithnjë që i jep gjallëri gjithë shoqërisë. Kush ka me vete gratë dhe rinin të rejat, mbartë edhe të ardhmen e vendit. Kanë qenë goxha dhe nuk pyesnin, nuk kishin edhe frikë, me kuptimin e mirë të fjalës se luftonin për një ide që me gjithmend shkonte shoqëria përpara. A ka qenë e vështirë për ju të merreshit me politikë? Ka pasur dhe kështu, se tashti roli i burrave ishin pak dhe skeptik dhe burrat ishin dhe çik me kuptimin se vinin nga monizmi që ishin mësuar që të urdhëroheshin, që të bënin, por këto urdhrat kështu tani po u zbehen sepse në parti sidomos nuk punohet me urdhra. Unë mundohem tani dhe t'u them dhe këtyre, janë ca në punë që punojnë në punë shteti, mos ta bëjnë këtë në formë urdhrash. Në parti punohet me vullnet. Ne jemi vullnetarë të gjithë në shërbim të partisë. Punojmë me vullnet. Aq më mirë nëse janë dhe në punë. Patjetër se puna të nxjerrë në dritë, por të punojnë se kohë ka. Kohë është e rinisë. Edhe revolucionarizohet më mirë.
Kështu që, prandaj them që vendet e punës janë hapur në Tiranë, po dhe në përreth e pak a shumë ka ndryshuar jeta, ka ndryshuar. Më mirë duhet mbështetet bujqësia, kam unë mendimin. Është një problem për pensionet, që duhet për pensionet. Duhet, por diskutojmë shpesh me shoqet tona, unë fëmijët e mi kam këtu, them unë, dhe punojmë për ne, se brezi në pensione kështu është, punon brezi për brezin. Brezi jonë nuk e ka marrë, ta marri qik më konkretisht, qa do i jap punë, qa do i jap sigurime shoqërore. Ua, spjegoj sa herë. Kam një mbes që më ka iku në Gjermani, merë 8.000 euro, se ka dal ekselente. Shkoj atje 8.000 euro dhe kur erdi për vitëri tha s'më tepron gjë, sepse 3.300 euro i lë vetëm për sigurimet. Është 28% atje. Në atë land ku është ajo. Plus paguan për qeran, paguan dhe të tjera gjëra dhe kështu që nuk ngelet kush e di çfarë. Do thonë që thonë nga njerë që ushqimet atje janë pak më të lira. Dakor, janë më të lira, po dhe këtu ke ne, si që janë, por çështja është e pensioneve, është çështja se ne, këtu tek ne, me zi u bë që nga 2013, shqyqyr që u bë puna e zezë u hoqë, të paktën. Ka akoma, dhe tani që vrulli më i madh që u bë, sepse shoqet tona punonin, edhe nuk merrnin siguracione në të zezë, edhe dalin me 15 vite pune që nuk del dot as në pension tamam. Kështu që ua bëjmë qartë njëra tjetrës, po prap skeptikët thonë, jo, ka buxheti. Tani, kur je me tokë, këtë ardhura nga toka, nga bujqësia. Duhet ta kishe bërë siguracionin vullnetar, të paktën në bujqësi. Vjen qytet, se lëvizja është e lirë, se kemi dhe migracion, nuk kemi vetëm emigracion, dhe migracioni i rëndon shumë njerëzit kur vinë nga fshati në qytet, se kështu kemi ardhur gjithë dal nga dal, por duhet kemi të mbartura sigurimet shoqërore. Duhet ta kemi të qartë me këtë kuptim. Viti 2013 ka qenë një vit shumë i rëndësishëm për shumë i rëndësishëm, sepse u mblodhëm mirë mbas 8 vjetëve që ishim në dhe ashtu si fituan, ata fituan, tash i kuptohet, ne tash jemi dhe demokratë të mirë që e mirë kuptonim qeverinë, shtetin, sepse gjithnjë patjetër që por 2013 që është shumë i veçantë se fituam mirë. Fituam mirë me të drejtën tonë, na votuan duke parë një program të jashtëzakonshëm, shumë konkret, për gruan, për rinin, për punëtorët e thjesht, për firmat, do me thënë ishte një program i jashtëzakonshëm konkret. Biles na mirshin dhe mendime, dhe nga njerëzit dhe nga komuniteti, çoni mendime ne që u bë. Mbi të gjitha dhe një libër shumë i mirë, që ishte i Edi Ramës, që e nxori për të tëra fazat e zhvillimit të ekonomisë. Dhe vazhduam me radhë tani, themi që ta hedhim të marrim edhe. Ju keni shumë vite kontribut në Partinë Socialiste. Po. Nëse mund t'ju pyes, si e mbani mend rrugtimin e Edi Ramës nga momenti i parë kur ai ka ardhur deri në sot? Edi Rama na jep një sensacion të veçantë, si vetë si individ. Kur ka ardhur në Ministri i Kulturës, bëri ato që bëri aty, ca lëvizje të mira, po kur filloi në Bashkinë e Tiranës, me Tiranën, ne tham, o Zot, ta bëj të tërë si Tirana. Dhe ashtu filloi. Të gjitha qendrat e rrethave kanë ndryshuar. Ne e njohim dhe nga afër se pse vinte në çdo organizat. Po sikur ta bëjmë kështu, hoqi ato ca mbledhje të zakonshme që ishin si rutinë, i hoqi ato. U bë shumë herë më e zhdërvillë të organizata socialiste. U bë më e zhdërvillë dhe vetë komuniteti që na mbështeste. Pastaj dhe eventet që krijonin, kush e kush ta takonte më përpara. Unë e kisha satisfaksion të veçantë njerë, nuk e di pse, po e kisha satisfaksion të veçantë që tërë javën, kur më takonte tërë javën duke më merrnin nga Amerika, nga s'më merrnin, po na i sill ne atë foto, na i sill kështu, na i sill ashtu, edhe çfarë them unë, një opinion të jashtëzakonshëm që ka si lider.
Cili është mesazhi juaj për brezin e ri që angazhohet dhe do të jetë pjesë e Partisë Socialiste? Mos të hezitojnë, mos të hezitojnë. Jo ta kufizojnë, po ata marrin mesazhe për të punuar shumë lirshëm në Partinë Socialiste. Marrin mesazhe të jashtëzakonshme edhe për kohën, për evolimin e kohës. Koha ecën dhe Partia Socialiste shpall ide të reja gjithnjë. Me Edi Ramën, edhe shokët që ka Edi Rama dhe ne të tjerë mbrapa që e mbështesim. Gjenë vetveten të rinj, gjenë vetveten të mua më pëlqeu shumë e ky kongresi i fundit rinor që u mblodh, që kam dëgjuar disa ligjërata që megjithmend themi që ne i kemi krijuar këta dhe këta duhet ta japin, ta shpalosin këtë ide. Me këtë kuptim e kam, por duhet punojmë, të respektojmë njëri tjetrin, të evolojmë përpara, të ecim përpara, Edi Rama na prin.